يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين فتى الله سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم është përgjigj Allahu subhanahu wa taala atyre që në lut Anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha, se unë nuk ja humbi shpërblimet dhe veprat atyre të cilët bën vepra të mira, qofshin ata mashkull ose femra. Ba'dukum min ba'd, ata janë për njëri tjetrin. Falladhina hajaru, kurse sa i përket atyre të cilët kanë bërë hijret. O khuriju min djarihim, e që janë përzon nga shtëpiat e tyre. Wa udhu fi sabili, edhe janë shqetësu, janë sprovue në rrugën e Allah subhanahu wa taala. Wa qatalu, e kanë luftu, wa qutilu, edhe janë vrarë për vete. Ja u kefiran anhum sejatihim, do të afali atyre gjunat e tyre. O la udkhilannahum jannat, e do t'i fusim ata në gjennete tajri min tahtiha al-anhar, në të cilët rrjedhin lumej. Thawabe min indillah, të jenë shpërblime prej anës së Allahut. Wallahu indahu husnu thawab, edhe mas miri që shpërblen është Allahu subhanahu wa taala. La yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad. Mos ju shqetësoni, as mos ju dëshpëroni, as mos u mërzitni për mi u pengu kafeja juve zullumin që e bën qafirat në për vene me ta në kalil, për shkak se kjo është vetëm një kohë shkurt për ta, thumë me ohëm gjehennem, ata venën e kanë gjehennem, o bi'sal mihad, ajo është ven shumë i keq. Lakin alladhina ittaqaw rabbahum, kurse sa përket atyre të cilët janë të devotshëm me Zotin e tyre, pra muslimanët, lahum jannat, për ata ka gjennete, tajri min tahtiha al-anhar, në të cilat rrjedhin lumet khalidina fiha, nuzula min indillah, ajo është hyrje në të cilën kanë menet për gjithmonë, një hyrje e nderuar prej Allahu subhanahu wa taala, wa ma indallahi khairul lil abrar, te Allahu është përgatitja shpërblimi më e mira për ata të cilët janë të pastër prej shirkut e kufrit edhe nifakut e çështjeve tjera të cilat e prishin besimin. Kjo është përkthimi i ajeteve, kurse komenti i ajeteve fastajaba lahum rabbuhum është përgjigj Zoti i tyre në lutjet e tyre. Cilat kanë lutjet e tyre, dje që i lexuam që besimtarët luten o Zoti jon mos na poshtro e më nashtin gjehenem. O Zoti jonë, na kena një thirrsin të na thirr, në Islam na kemi besue. O Zoti jonë, na jep atë që na ke premtuar nëpërmjet pejgamberit ton. Këtë lutje që i bën besimtarët, fastajaba lahum rabbuhum, u përgjigjet Allahu subhanahu wa taala. Është interesant se Allahu subhanahu wa taala nuk i kthen lutjet e besimtarëve mbrap pa i dhënë kur gjë. Kjo nuk është e mundur. Nuk ndodh besimtarëve me lut edhe Allahu subhanahu wa taala mos i dhënë kur gjë. Nuk ndodh kështu. Për shkak se Allahu subhanahu wa taala në ajetin tjetër ka thënë: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib", kur të pyesin njerëzit për Allahun, thoi Allah është afër, ujibu da'wata da'i idha da'an, i përgjigjem lutjeve të atyre të cilët më lutën, falyastajibu li. Atëherë Allah subhanahu wa taala i thret besimtarët, lutmuni mua. Lutmuni mua edhe Allah subhanahu wa taala ju jep.
komentatorët e Kuranit e kanë përmendur përgjigjen në lutje në 3 forma që Allah subhanahu wa taala u kthen besimtarëve, por se pa përgjigje smetet asnjë besimtar. Nuk ka një besimtar më lut e mos më marr përgjigje për Allah, nuk ka. Një prej përgjigjeve është lutesh edhe Allah ta plotson aty për aty ose afër. Mënyra e dytë lutet besimtari dhe Allah subhanahu wa taala nuk ja plotson më herë, po ja plotson ma vonë. Lloji i tretë i përgjigjes është njeriu lutet dhe Allah subhanahu wa taala ja kthen përgjigjen, shpërbimin në botën tjetër. Edhe nëse u lut për diçka të kësaj bote, Allah subhanahu wa taala nëse s'ja jep në këtë botë, ja jep në botën tjetër. Ose jep në këtë botë lutet, ja plotson aty për aty ose më një afat shkurt, ose ja plotson më vonë, ose nëse këtu se merr hiç, gjithsesi ka me morë në botën tjetër. Për shkak se kur ti lyp dikun atë që s'jep, nuk është cilësi shumë e mirë. Edhe nuk ndodh kjo me Allah subhanahu wa taala, me lyp besimtari edhe Allah mos mi dhon. Për shkak se Allah subhanahu wa taala ka edhe nuk i kthen lutjet e besimtarëve pa i dhënë përgjigje. Atëherë është më të çështja. Çështja më të vetëm mu lut. Edhe nuk bën mu lodh për lutjes, as nuk bën me ndërprej, as nuk bën me kujtue që lutë Allah s'ma plotson kurrë. E joni është vetëm me bë lutjen. Ç'të ti pigues? Vetë që kaq. Në hadithin të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë vetë lutja është ibadet. Adhurim është vetëm thonë o Allah, unë po kam qef me më dhon këto, o ibadet. Se ti tregon se ti je rob dhe lyp pe Zotit, vetë lypja është ibadet te Allah subhanahu wa taala. Vetë kërkesa jep me kallëzu se ti je rob edhe e njeh Zotin tonë dhe i kërkon edhe e din se ti s'kije ai ka, vetë lutja është ibadet në veti. Njeriu shpërblehet në botën tjetër veç pse i lut. Veç për çdo, pse i ke thonë o Allah, ama këto shpërblim. Edhe pse ato që i lyp Allah subhanahu wa taala ti jep. Fastajaba lahum rabbuhum, Allah subhanahu wa taala i përgjigjet lutjeve. E joni është vetëm i bë lutjet. Pastaj kur vjen përgjigja, nuk do të më gut. As nuk do të më gjykuar na përgjigjen, as nuk do të më saktuar na kohë, se s'mund më saktu ku Allah, as nuk do të më idhnu nëse s'ne ka pranuar, s'ne ka kthyer brenda muajit, brenda vitit, kjo nuk është punë për neve. Punë për neve është me thon lutjet, me bë duan, me kërku Allahut atë që kemi më kërku. Në hadithin tjetër gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Allahu subhanahu wa taala dëshiron që robi kur të lutet në gjuhën arabe i thonë en yulih me një farë kuptimi i shqip i thonë nëse është të i lyp dikush dikuna, e thonë i ka bo zhug, i ka bo të lësum. Më thonë te Allahu që shtu dënë Allahu. Që shtu dënë. Dhe më thonë me qëtë farë forme me lyp Allahu subhanahu wa taala që si kur të kish lyp dikush për neve njëni tjetërit ish bo bajat. Ama te Allahu subhanahu wa taala bashkë që kjo është aja e duhura. Çështja tjetër thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lutni Allahun subhanahu wa taala wa antum muqinun lil ijaba, dhe t'jeni të bindur se keni me marr përgjigje. Çështja e parë është më lut Allahut edhe më lut me vendoshmëri. Çet shumë më lut. E dyta më kam të bindur se Allah subhanahu wa taala ka më na përgjigj. Pastaj kur përgjigjet ne nuk duhet të ngatruar veten me punë të Allahut subhanahu wa taala, se kur përgjigjet është çështja e Allahut, nuk është çështja jona. Gjithmonë atë më bën veç ato që na takojnë. Ti çka ke për detyrë? Ti ke për detyrë më lut. Çka do më lut? Çka dush lutë? Çka të shkojnë men lutë? Në transmetim të saktë dikush prej beduinëve që kanë jetuar në shkëtim, kur ka shkuar me bën haxhin, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u konte bën haxhin me Abu Bekrin, dhe gjatë tavafit është sunet me bë dua. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u lut me dua të ndryshme. Edhe Abu Bekri radiallahu anhu u lut me dua të ndryshme. Ky beduini nuk ka ditë shumë dua, edhe ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dërguari i Allahut, Abu Bekri, ju shka s'po dini, tërli dua, tërli lutje, shka s'po lutni. Unë nuk po di, unë veç po them Allahumma inni es'aluka al-janna wa a'udhu bika min an-nar. Allah unë po kërkoj për ti më dhon xhenetin, edhe po të kërkoj më mbrojtje prej xhenemit. Më çfarë po di?
Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë hawlaha nudendin, edhe na në fund këtë që të lutje të ndryshme, të lifare që i bojmë, në fund këtë që aty, me mujt me hi në xhenetin e Allahut dhe me na pështu Allahu prej zjarmit. Eni la udhi'u amali minkum min dhakarin aw untha, thotë Allahu subhanahu wa taala, unë i përgjigjem lutjeve edhe nuk ja humbi veprat besimtarëve të qofshin ata të jenë mashkull ose femra. Në shumë ajete Allahu subhanahu wa taala e ka përmend qofshin mashkull e femra, për shkak se mashkujt edhe femrat në shariatin e Allahut subhanahu wa taala janë të barabartë përveç në raste të veçanta në të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka dalluar. Domethënë në përgjithësi, sa i përket ndalisave janë njëjtë si për burra si për gra, sa i përket urdhrave, urdhrat janë njëjtë si për gra si për burra, sa i përket gjakut, gjaku është i njëjtë si për grave i burrave, sa i përket shpirtave, shpirtat janë njëjtë si për një shpirti gruas në shpirti burrit. Domethënë të gjitha, të drejtat mes grave edhe burrave, edhe përgjithësit në shariat ndohen njëjtë, janë të njëjta, përveç në rastet të cilat i ka veçuar Allahu subhanahu wa taala. Në rastet të cilat i ka veçuar, Allahu ka dhënë burrave një e përsi, sikur thotë Allahu subhanahu wa taala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, burrat i kanë disa e përsi që Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë për shkak se ata në krijim i kanë çato drejta dhe e drejtësh me dhënë çashtu. Atëherë themi se kushdo që i don meshkujt edhe femrat në atë që Allahu subhanahu wa taala i ka lënë të barabartë, është kafir. Edhe kushdo që i bën të barabartë në atë që Allahu nuk i ka bërë të barabartë, është kafir. Nëse dikush thotë se jeta e një mashkulli është më e vlefshme se jeta e një femre, është kafir. Për shkak se ajo është e barabartë. Nefs bin nefs, Allahu që e ka sjellë në Kur'an, jeta për jetë. Nëse thotë dikush që trashëgimia i takon njëjtë, apo është kafir, për shkak se Allahu subhanahu wa taala ka thënë lirrijali hadun ajeti dy femnave sa një djalë. Yusikum Allahu fi auladikum lirrijal lidhakari mithlu hadhil unthayayn. Për ka porositë Allahu të jeni të kujdesshëm me fëmijët e juve, lidhakari mithlu hadhil unthayayn, në mashkullit i takojnë në trashëgimi sa u takojnë dy femrave. Tashtu nuk i ka bërë barabartë Allahu. I ka bërë dy femrave në trashëgimi i takojnë sa i takojnë në mashkulli. Tash kushdo që thotë jo do të barabartë është kafir, se Allahu ka thënë ndryshe. Të çështjet e tjera në cilat Allahu subhanahu wa taala ka thënë janë njëjta, sa i përket lutjeve, sa i përket duave, sa i përket obligimeve, sa i përket ndalisave, janë njëjtë, kushdo që i don gjithashtu ka del prej fesë Allahu subhanahu wa taala për shkak se kushdo që bën një dispozit ndryshe me ata që ka pranuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kundërshtim me të del prej fesë. Ba'dukum min ba'd, ju jeni për njëri tjetrin, komentatorët e Kuranit kanë bërë dy kuptime, dy komente. Domethënë, komenti i parë sa i përket aspekteve njerëzore, gratë janë krijuara për burrat e tyre, sigurisht që burrat janë krijuar për gratë e tyre, ba'dukum min ba'd. Komenti tjetër, veprat e juve janë për juve. Veprat e juve janë për juve. Çat keni bë vepra, ato janë të juve. Nëse keni keq, keni më marr. Keq nëse keni mirë, keni më marr mirë. Felladina hajeru, sa përket atyre të cilët kanë bërë hijret, u ukhriju min diarihim, edhe kanë nxjerrë prej shtëpive të veta, u udhu fi sabili, edhe janë sprovuar në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, wa qatalu, edhe kanë luftuar në rrugën e Allahut, wa qutilu, edhe janë vrarë në rrugën e Allahut, le u kefirën anhum seyatin. Asnjë prej këtyre nuk i humbet besimtarëve, por gjithë secilat kanë mushpërbyer dhe Allahu ja fal gjunat për shkak këtyre shqetësimeve. Në hadithin e saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë çdo sprovë që i bie besimtarit e bën sabër, shpërblehet, saqë edhe nëse gjatë ecjes i ka hyrë therrën kom që s'ka pasur mathe të mira, ka shpërblet. Ese për çfarë më kon? Jo në rrugën e Allahut, në rrugën e Allahut ka shpërblim më shumë. Por në çdo e keqe që i ndodh besimtarit, ka më shpërblyt Allahu. Çdo keqe, qoftë jetë fi sabilillah, qoftë që është për familjen e vet të punu, qoftë që është për çift vetin ka dalë dhe i ka ndodhur diçka jo e mirë, më këto bën sabër që shka urdhëron Allahu, për këto ka më marrë shpërblim.
I falën gjennat edhe wala udkhilnahum gjennat, Allah subhanahu wa taala thotë kom shtin xhennet në të cilën rrjedhin lumej të cilët rrjedhin në xhennet. Allah subhanahu wa taala ka përmend 4 lloj të lumeve në ajetin tjetër, lum me ujë, lum me verë, por që nuk është sigur e kësaj bote, por që nuk dhem kryt persona dhe nuk ka efekte negative, lum me mjaltë, pastër të kullume dhe lumë me qumsht. Dhe këte lumet të cilët rrjedhin në xhenetet përkon për ata cilët janë smirëmuar në rrugën e Allahut, për ata cilët kanë luftuar në rrugën e Allahut, edhe në vrojnë rrugën e Allahut, edhe çfarë do shqetësimi, çfarë do sprove, çfarë do fatkeqësie që ndodh besimtarëve, edhe ata bëjnë sabër, shpërblehen. Wallahu indehu husnu thawab, te Allah subhanahu wa taala janë shpërblimet më të mira. La yagurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad. Nuk do të më dëshpëru, as nuk do të më lodh, as nuk do të më ftof për kësaj rruge, për shkak të zullumit që e bojnë në për qytete, në këtë rast ka shpreha bilad, në për vene, vendbanime, por në përgjithësi që ka bojnë pa besimtarët zullum mbi besimtarët edhe mbi njerëzit e tjerë, nuk do të kjo me i dëshpëru besimtarët edhe me heq dorë për fesë vetë. Me ta në kalil, për shkak se krejt zullumin që e bojnë ata, është i përkohshëm. Thume me ohëm gjehennem edhe ata në fund kanë me hien gjehennem. Këtë kush ka konë kriminal i madh që e njeh bota, krejt kanë cof ata dhe tash janë në dënim. Kushdo që ka vdek, jo besimtar, e naru radun aleha guduven vë ashia. Derisa të bëhet kiameti, thot Allah subhanahu wa taala hin në zjarm sabah akşam. Njerëz që kanë udhëheq përpara, Firauni tjerë që kanë masatina, kanë myt njerëz të pafajshëm e tjerë, ku janë? Ata janë konë këtë përkohshëm, edhe këta që bëjnë zullumtash, edhe këta janë përkohshëm, me të anë kalil, është një kohë e shkurt që e ka dhënë Allah subhanahu wa taala dhe këta e shfrytëzojnë për sherr, thumë me ohëm xhehenem, në fund kanë me hin xhehenem. Këta që kanë bërë sabër, në fund kanë me hin xhennet. Pse duhet më shqetësue në luftën e Uhudit kur sahabët i ka godita që ka godita pejgamberi sa me shokët e vet të tërheqte kodra, atëherë mushrik kanë thirrë edhe kanë vetë kemi vrarë pejgamberin juve, biseda që u bë me ta, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka udhëzuar Omar ibn Khattabin me fol, me ofti përgjigjen se mushrikët kanë thonë na keni vrarë ju në Bedër, na ju kemi vrarë juve në Uhud, ju kemi nxjerr hakun, edhe Omar ibn Khattabi kur ja ka kthyer përgjigjen, i ka thonë është një farë dallimi këtë se na shkaf kemi vrarë ju të ketë në xhehenem, janë jo se na ke vrarë tonë të ketë në xhennet. Këtu ka dallim i madh. Edhe ata që i bojnë zullum, i kanë bërë zullum muslimanëve, edhe ata që i bojnë sot, është e përkohshme se ata se kanë jetën e përhershme, as mundësinë me bërë zullum përhershëm. Në fund këta vdesin, ata vdesin. Ata që kanë bërë zullum janë banor zjarmit, ata që kanë bërë durim janë banor të xhenetit, edhe kjo është fitim për ta. Lakin alladhina taqaw rabbahum, dhe ata cilët janë të devotshëm me Zotin e tyre, lahum jannat, ata kanë xhenete. Domethënë xhenetet janë shumë plot xhenete, tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, në të ta rrjedhin lumej, edhe aty janë përgjithmonë për dallim jetës së bote. Dhe kushin xhennet është vend hyrje shumë e mirë ndëruar prej Allahut. وما عند الله خير للأبرار. Çka është Allah, domethënë në botën tjetër gjithmonë është shumë më e mirë për ata që janë të devotshëm se ajo që është në këtë dynjë. Për shkak se në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë dunya sijnul mu'min. Dynjaja është për besimtarin burg. Edhe nëse ka këtë mirat e dynjas në krahasim me xhenetin është sikur më konë në burg. Se në këtë dynjë veç mundësia është kretë mundësit i botës mi pas, mundësia në krijim që shenë ana është kufizuar dhe jeta në botën tjetër është me mundësi të fortë, mëja shumë, me shpërblime tepër të mëja shumë, edhe Allah subhanahu wa taala ka ruajtur ata për ata që janë të devotshëm. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.